Për dallim prej trive, te personat e moshuar, çrregullimet seksuale ose problemet me ereksionin kanë për bazë gjithmonë një çrregullim organik, që nënkupton mos zgjerim duhur tënve gjakut dhe te kjo popullat, te këta persona është e indikuar, është e mirësnardhë përdorimi i këtyre banave që i përmendëm më përpara. Në popull zakonisht njihet si Viagra. Viagra është një emën tregtar i substancës që quhet sildenafil. Ka emra të ndryshëm, ka Viagra, ka Degra, ka Kamagra, ka shumë emra dhe është një grup tjetër i banave i ngjashëm me to që bën pjesë në grupin e substancës aktive tadalafil, e që në popullat kryesisht njihet si Cialis. Personat po them të moshuar, se në seks nuk ka mosh. Seksi është anglisht thënë long life, është i përjetshëm. Dhe çdo person i shëndosh që e ka një partner mundet me u angazhue në forma të ndryshme marrëdhënie seksuale. Por në njihet si bari që duhet me u përdor në momentet kur pjesët tjera ose organet tjera funksionojnë mirë, kryesisht zemra dhe sistemi nervor qendror, dhe ka dështime ose ka probleme për arsye të ndryshme të qarkullimit gjakut dhe për pasojë mos hapje e tyne dhe mos aftësisë se penisit me mush me gjak, atëherë është e indikuar, është e mirëseardhur me përdor këto. Por gjithsesi, përpara çdo përdorimi, secili person i moshuar është mirë me u kontrollu te mjeku për disa arsye. E para, me pa gjendjen e tina të sistemit kardiovaskular, pra punën e zemrës, tensionit dhe me pa a merr bana tjera, sepse Viagra dhe banat e ngjashme me Viagrën nuk duhet me u përdor nëse pacienti ose personi merr një grup caktuar banave, nga grupi i banave që quhen nitrate, dhe nuk duhet me përdor persona që kanë angin tron ose shtrëngim të madh në zemër. Çka po ndodh te na, shumë pak ose as pak nuk i përdorin këto bana sipas udhëzimit të mjekut. Pse ndodh kjo? Sepse popullata e moshuar ose personat në moshë mashtrime kanë turp me shku te mjeku dhe me i kërku këto bana. Mjeku përpasoj nuk i pyet ose shumë rrallë e pyet pacientin a ka ndonjë problem seksual, a ka partner, a ka dëshirë me pas marrëdhënie seksuale, në mënyrë që me jap mundësi pacientit me fol. Mjeku nuk e pyet, ky nuk fol, edhe çka i metet këtina me shkum banatore, me lyp këtë bari, prap pa bisedu me farmacistin, po me do sheja, me do sinjale aty që me i bë me dije për çka është fjala, edhe farmacisti prap pa asnjë sqarim e shet në letër apo në dorë, ja merr tollat dhe ky e merr atë bari e fut në xhep pa e pas asnjë njohuri bazike çka ka me bë me ta. Dhe duke mos i ditë mekanizmin e veprimit, ajo që tha më herët, që këto bana veprojnë vetëm kur ka stimulim. Çka ndodh me ta? E merr një bari, e merr një partnere, edhe niset kryesisht janë persona që po flas për persona që kanë partner dikon jashtë martesor. Për dallim prej atyre që marrin këto bana edhe i përdorin në shtëpi. Këta janë pak më të rehatshëm se zakonisht kur i merr për përdorim në shtëpi me partnerin e përhershëm, e din që e ka një farkuat programuar kur ka me u angazhu marrëdhënie seksuale. Ndërsa këta tjerë që i përdorin për partner jashtë martesor, e merr barin, e ka marr partneren, ajo nuk e stimulon, nuk e prek se është partnere me pagesë dhe çka po ndodh ose arsyeja pse këta po psojnë për këtyre banave është që kur afrohen te moteli ose te vendi i caktuar ku janë nis me shku, e sheh e këshyr penisin nuk ndjen që ka ereksion, për pasojë e merr edhe një. Thot nashta kjo e dyta ndihmon pak dhe kjo është arsyeja e parë pse njerëzit vdesin moteli. Domethënë konsumimi i Viagrës së dytë ose i tabletës së dytë është një prej shkaktarëve më të shpeshtë që këta persona vdesin si pasojë e marrjes gabuar të këtyne. Një faktor tjetër shumë i rëndësishëm që duhet me pas parasysh te personat në moshë është që marrëdhënia seksuale është aktivitet fizik, koxajron. Dhe çka ndodh ta? E marrin Viagrën ose Cialisin, fitojnë ereksion dhe angazhohen në marrëdhënie seksuale, në cilën ka ereksion dhe tenton me çdo kusht me përfunduar marrëdhënie seksuale me një ejakulim. Pa ditë që në moshën pak më çtym, jo gjithmonë se cila marrëdhënie seksuale duhet me përfundu me ejakulim. Dhe insistimi ose tendenca që domosdoshmërisht me kry marrëdhënien seksuale me ejakulim mund të çojë deri te mbigarkesa e zemrës. Dhe
Kjo kategoria e dytë, pra vdesin për shkak të mbingarkesës së zemrës, pa pas mundësi me ejakulue dhe me përfundue marrëdhënien seksuale. Prandaj duhet një mobilizim i përgjithshëm edhe i profesionistëve shëndetësor, edhe një vetëdisim i popullatës që mos më i marr këto barna pa udhëzim të mjekut dhe pa përshkrim të farmacistit.